më shumë vite që kalojnë, dhimbja e tyre sa vjen e shtohet. Kur kanë kaluar 3 vite nga një prej tragjedive më të mëdha të vendit, ku 26 persona vdiqën nga shpërthimi i fabrikës së demontimit në Gërdec, familjarët e viktimave shprehen më të revoltuar se kurrë. Duan drejtësi nga qeveria dhe gjykata. Thonë që marrin bukë me lisë se janë haruar nga shteti dhe skamja u ashton më tepër hallet. Nuk është se e kemi provuar vetëm ne që kemi humbur njerëzit tanë këtu, po e kanë provuar dhe ata që nuk ishin këtu. Kërkojmë drejtësinë rreth parë. Pavarësisht se ata që ikon nuk kthehen më, po ne duam drejtësi nga shteti, nga gjykata, nga kushdo tjetër. Detyrojmë duhet t'i largoj të hiqë nga shkolla se nuk se përballoj dot jetën. Kam vajtur, kam kërkuar punë, më kanë thonë që kështu si ty ka shumë. Nuk jetoj dot, nuk kam as ka vajtur lista në dyqan, nuk e di, kam borxhe. Si jetoj dot. Fëmijët i kam në shkollë, e kam vit 4, çunë e madh. Detyrojmë ta heqë nga shkolla. Drejtësi, një dëmshpërblim për fëmijët. Këto kërkojmë. 20.000 lekë të vjetra. Si mund të jetojnë? Ne shpresojmë të vendoset, por gjyqet po zvariten shumë dhe na duket sikur shumë po vonon, shumë. Që kërkojmë më si gjë, motrën time kërkoj se më kalon vetëm. I motër kom pas. Familjarët dhe banorët e Gërdecit kanë preferuar të rinë larg politikës këtë vit. Vajtime. Lulet e freskëta e qeverisë kanë mbushur memorialin ku janë gdhendur 26 emrat, mes tyre gra dhe fëmijë. Duke mos pritur orën 17 ata janë grumbulluar në mesditë, ku 3 vite më parë afër orës 12 të drekës, shpërthimi i fabrikës u mori njerëzit më të shtrenjtë dhe u ndryshoi rrënjësisht jetën, së cilës tashmë i lutën veten për pak drejtësi.